Pra, thatë që në 2006 është ndërtu xhamia dhe njëkohësisht jeni hoxha i parë në këtë xhami që po bie pra pothuajse në vite 20, pra thuajse 2 dekada. Si ishte ndjenja me qenë pra njëkohësisht imam i parë në këtë xhami edhe njëherë nëse s'ka bëu për herë parë imam zyrtarisht kështu. Unë e kam ushtru, sigur se e din ti edhe e din të gjithë pa përjashtim, e kam ushtru detyrën e imamit, khatibit, ligjëruesit, thirrësit prej se e njoh vetëm, prej se jam bë me ditë. Duke qenë fëmijë, thash, babai im ishte imam në xhaminë e Haxhi Veselit, unë fillova me ndjekë mësimet në medresen Alaudin, edhe prej se kam dalë në vitin e 2 në medrese, baba më jepte mundësi me dalë imam, ju pri xhamatit në namaze. E mbaj mend kur kam dalë namazin e parë të sabahut, shpirti jam e din qysh kom rrit deri te selami. Pastaj me kalimin e kohës më jepte hapësirë edhe me dalë edhe me ligjëru në xhuma ose me mbajt ndaj ders para xhumaje, me fal ndaj recat teravie kështu me radhë, dhe kjo mendoj se për një hoxh të ardhshëm, për një hoxh në formim e sipër, është përvojë shumë e mirë. Pastaj deshi Zoti, vazhdova studimet në Medinë, u ktheva i diplomum, ishte koha e para luftës, një farë mënyre, me të thënë drejtën, edhe vetë personalisht ma shumë i kisha mend të lufta se të xhamia dhe të Imam Lloku. Pastaj ndodhi çka ndodhi, lufta pas lufta, ato gjanat, edhe në vitin 2001 deri në vitin 2006 kam mbajt hutbet e xhumas në xhamin e Dardanis në Prishtinë. E xhamia që i thonë te Novi Domi, është hala funksionale, elhamdulillah.